Guvernatori Republikan I Floridës, Ron DeSantis, ka nënshkruar ligjin për të riemërtuar Palm Beach International Airport me emrin e presidentit Donald Trump. Vendimi vjen pas miratimit të një plani për një bibliotekë presidenciale në Miami dhe është pjesë e një vale nismash ku emri I Trumpit është vendosur mbi ndërtesa qeveritare, programe, anije luftarake dhe madje edhe monedha amerikane. Trump, I lindur në New York, u zhvendos në Florida në vitin 2019 dhe aktualisht jeton në rezortin e tij Mar-a-Lago në West Palm Beach. Për të bërë zyrtar këtë ndryshim emri, kërkohet miratimi nga Federal Aviation Administration dhe përditësimi I tabelave të aeroportit dhe bazave të dhënave të fluturimeve. Së fundmi, një projekt ligj synon gjithashtu të ndryshojë kodin 3 shkronjësh të aeroportit nga PBI në DJT, duke reflektuar inicialet e Trumpit. Përveç aeroportit, emri I tij tashmë figuron mbi një klasë të planifikuar anijesh të marinës, një program vizash për të pasurit e huaj, një faqe qeveritare për ilaçe dhe institucione kulturore dhe financiare si John F. Kennedy Center dhe US Institute of Peace. Në fillim të këtij muaji, një panel federal I artit miratoi një monedhë prej ari me portretin e Trumpit, si pjesë e serisë së monedhave për 250 vjetorin e Amerikës.